Eliona fillon të flas hapur dhe me tone të ashpra për Klodin, duke mos e fshehur zhgënjimin dhe nervozizmin e saj. Ajo shprehet se ndihet e tradhtuar emocionalisht, pasi sipas saj, deri dje Klodi ishte shumë afër me të, i qëndronte pranë, i fliste bukur dhe i jepte sinjale se mes tyre kishte diçka të veçantë. Kjo e bën edhe më të vështirë për të ta pranoj pamjen e tij sot, duke kërcyer dhe flirtuar hapur me Benitën, sikur asgjë të mos kishte ndodhur më parë. Eliona thot se sjellja e Klodit e ka lënduar, sepse ajo nuk e priste një ndryshim kaq të shpejtë. Sipas saj, ai po sillet sikur haron gjithçka që ka ndodhur mes tyre dhe po vepron pa menduar për ndjenjat që mund të ketë lënë pas. Ajo e akuzon se po luan me situatën dhe me emocionet, duke kaluar nga njëra vajzë tek tjetra pa asnjë ndjenjë përgjegjësie, me zë të ngritur. Eliona shprehet se nuk i pëlqen as pak kjo sjellje dhe se Klodi po tregon një anë që ajo nuk e kishte parë më parë. Ajo thot se e ka zhgënjur shumë dhe se nuk e meriton respektin që ajo i kishte dhënë. Për të fakti që ai sot kërcen dhe flirton me Benitën, ndërkohë që dje sillej ndryshe me të, tregon paqëndrueshmëri dhe mungesë sinqeriteti. Gjatë fjalëve të saj, Eliona duket e lënduar, por edhe e zemëruar. Ajo thekson se nuk është xhelozi pa arsye, por reagim ndaj një sjelljeje që e ka bërë të ndihet e pavlerësuar. Ky rrëfim i saj krijon një atmosferë tensioni dhe lë të kuptohet se marrëdhënia mes Elionës dhe Klodit është tashmë e krisur, ndërsa situata mes tij dhe Benitës pritet të sjellë edhe më shumë përplasje dhe emocione në vazhdim.